Allahu ka thënë në librin e tij se kur dikush kërkon strehim, i kërkon strehim ndonjë krijese, ai kërkim strehimi, ai kërkim mbrojtje, çfarë i sjell atij? I shton të keqen. I shton të keqen. Pra kur dikush i kërkon për shembull magjistarit, ose i kërkon xhinit mbrojtje dhe strehim, kjo nuk do i sjell atij atë që kërkon, mbrojtje ose qetësi, siguri ose strehim, por do ja shtoj atij të keqen. Dhe me këtë e ka për qëllim, po autori aludon pra të një ajet që është përmendur te suja El-Jin, wa kana rijalun min al-insi ya'udhuna bi rijalin min al-jinni fazaduhum rahaqa. Ka pasur burra për njerëzit cilët kanë kërkuar ndihmë prej disa burrave prej xhinëve. Dhe kjo u shtoi atyre mëtej rahaqa. Çfarë do të thotë rahaqa? Ibn Qayyim thotë është për qëllim ekstremizmin ose thellimin më tepër, më në ekstrem në devimin e tyre në të keqen që gjenden. Pra më shumë u ka shtuar të keqe kërkimi i strehimit nga ata. Çfarë do thotë kjo? Se nuk lejohet të kërkohet strehimi dhe kërkohet mbrojtja që është ibadet dikujt tjetër përveç Allahut.